në skenë boksierin e këndit blu, i ardhur nga Gjermania sonde në ringun e palatit sportit Qazim Dervishi, Aro Zhvarc. Për të ftuar në ring i 605 në renditjen botërore. Në ring. Është ai që do ta udhëhej prej sa afërmi, duke pasur pranë dhe kolegun e tij, Zef Gjoni. Në këndin e kuq është pra Senadrini me kostumin e bardhë, mbathjet e bardha dhe me shiritin me emërtim të personalizuar Senadrini. Kryetari Zef Gjoni në ring pranë tij, legjenda e boksit shkotan, i cili po përgatit dhe po nxjerr një pas një boksierët. Ja, dhe Jetë Birkuqi, një tjetër trajner i Vllaznisë, i cili është ngjitur në ring dhe i ka dhënë moralin e duhur boksieri Shkodran-Drini. Nis takimi. Senadrini Shqipëri, Aro Zhvarc Gjermani. Kategoria peshës deri në 76 kg. 6 raunde edhe në këtë sfidë. Drini e nisë qetë, por lëshon me shpejtësi. Është një pul bardh, mund themi, me atë prezencë të bardh, duke nisur nga kepucet, getit, mbathjet, dorezat, të gjitha të bardha, janë për Senadrinit, se kërkon ta shndrojnë në fest, në bardhësi këtë duel të 8 për nga radha në boksin profesionist, ku 7 radha që i ka fituar. Dhe knockdowni para një djathtë e tij potente, e forte. Gjyqtari i ringut Roland Kroj ka akorduar knockdown, ishte një e djathtë e tij, e forte, drejt për drejt, e lekundi ekuilibrin e Gjermanit Zhvarc dhe urrëzua për momentin, por është ngritur. Ka vijuar boksimi, shumë shpejt ka ardhur ky knockdown që në raundin e parë, falë asaj goditje potente të Senadrinit, që përsëri vazhdon të boksojë dhe përsëri lëshon një breshëri në të dy krahët, majta zgjatës nga poshtë, gërshëtimi goditjesh nga ana Shkodranit Senadrini. Gjyqtari i ringut është Roland Kroj, ndërkohë që gjyqtarë anësor janë Bashkim Mërtiri dhe Ethem Ibrahimi. Përsia është e dukshme në anën e Senadrinit, jo vetëm në goditjet e tij të vazhdueshme, por sidomos ai knockdown
se është një tip goli në krahasimin me fushën e futbollit, pra një avantazh i dukshëm në këtë raund të parë që jep bindjen e dur gjyqtarisë që të plotësojnë protokollin për raundin e parë, si fituesi dënit që përsëri ishte djatha e tij në këto momente që goditi sakt, e provokon nga poshtë në mjekër, pastaj e godet lart përsëri, kërkon ta mbyllë të raund me goditje. Tjetër knockdown i dyti në këtë raund të dytë në goditje. Është gati për luftë, thekson gjyqtari Roland Kroj, por i vjen në ndim me gongu, 2 knockdown, njëri pas tjetrit për e Senat Drinit. Një familje sportive e mirënjohur në fushën e mundjes, në sportin e mundjes, po sidomos të boksit, dhe tashmë knockdown i tretë që ka të vështirë të vazhdoj duket boksieri gjerman, është knockdown i tretë, është ngritur, ka probleme, por do të vazhdoj. Pushimi i ka rënë mbajtësja e dhëmbëve, sa po komentonin traditën e boksit familjen Drini, kur Artur Drini Xhaxhajti është një superkampion, tashmë trajner në Gjermani i suksesshëm, do të vijoj boksimin. Gjermani Schwarz ka pësuar 3 knockdown, por është akoma në ring për vijuar boksimin me Senat Drinin, që duket i vendosur për ta mbyllur me knockdown dhe brëshëri i goditjes. Vazhdon Drini, e ka mbërthyer në këndin e majt. Zvartë e Gjermanisë, gjithnjë Drini është shumë i përgatitur nga ana fizike, atletike, teknike dhe taktike, i fresket, i zgjuar, studiuar si kundërshtarit, e provokon në të 2 krahët dhe pastaj lëshon goditjen e tij vdekje prurse, si ishte në 3 momente. Në 3 momente kur e ka lënë në knockdown kundërshtarin e tij gjerman dhe tenton përsëri ta bëjë një gjë të tillë. Është komanduesi i ndeshjes Senat Drini, talenti i boksit shkodran dhe atij shqiptar. Një ardhme e Shqipërisë duke pas parasysh moshën e tij të re. Ragon Schwarz. Por Drini nuk dëshiron të toleroj, merr një këshillim nga gjyqtari Kroj. Tjetër knockdown me goditje, tashmë duke është fatale kjo goditje, kjo knockdown i 4. Fatale, është ngritur, do të vazhdojmë sa duket, e ka në dorë gjyqtaria. Gjyqtari ringut Kroj për të konstatuar është apo jo, po do të vijoj. Është duket do ta pesoj keq. Dhe tashmë është mbyllur gjithçka, nuk e lejon gjyqtari ringut Kroj të vazhdojë më tepër, sepse epërsia e dukshme është Senat Drini.
me knockout, me një superioritet të dukshëm. Ky pra Senadri që pret të marrë në këto momente të ndëruar shikuese, të marrë edhe kurorëzimin si fitues. Fiton me të drejtë Senadrini, është fitues i kësaj ndeshje. Kampioni i kësaj peshe, fitoria 8 razi.